Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mirë se po takojmë sonte në këtë takim të radhës në emisionin tonë Ky është i dërguari im. Duke pas parasysh se sonte është realisht edhe emisioni jon i fundit për këtë cikël takimesh para muajit Ramazan, dëshiroj që sonte të ndaj me juve disa çaste ku do të flasim për të dërguarin alayhi salatu wasallam si zakonisht në këtë emision, por për të dërguarin ton në muajin Ramazan. Si ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Ramazan? Çfarë mund të përfitojmë ne nga këto udhëzime për një Ramazan më të pasur, për një Ramazan më tepër zell, aktivitet dhe më shumë shpërblime dhe ndryshim pozitiv. Ka shumë çfarë të thuhet në këtë temë të nderuar shikues, unë dua të përziej disa pika që mendoj se janë të rëndësishme dhe interesante. Fillimisht, kur flasim për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në këtë aspekt, si ishte në këtë adorim, si falej, si agjeronte, si bënte haxh, ne flasim për një njeri që Allahu te bareke ve teala ka dërguar të jetë shembull për neve. Andaj, nuk mund të adhurohet Allahu ndryshe, absolutisht, përveç se ashtu sikur e ka adhuruar pejgamberi alayhi salatu wasallam. Prandaj të mësosh për pejgamberin alayhi salatu wasallam si është fal, si ka agjëru, nuk është diçka vullnetare, nuk është diçka vetëm vepër e mirë, apo që mund ta mësojmë edhe nga dikush tjetër. Jo, është një mësim që e bëjmë ne për veten tonë nga një figurë që është e pa alternativë, e pa anashkalueshme dhe pa zëvendësueshme. Allahu xhallahu ala në Kur'an na ka obliguar me ndjek Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Thuaj, nëse e doni Allahun, andaj më ndiqni mua. Kështu Allahu tha për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nëse Allahun e doni, nëse synoni kënaqësinë e Allahu xhalla xhelaluhu, ndiqni gjurmët e Muhammedit alaihi salatu wasallam. Ndiqni rrugën e tij. Çka nuk kupton me ndjek rrugën e tij? Besoni ashtu sikur ai besonte në Zotin xhalla xhelaluhu. Adhurojeni ashtu sikur ai e adhuronte Zotin xhalla xhelaluhu. Silluni dhe të jeni të edukuar e të moralshëm ashtu sikur ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ju ndiqni pejgamberin alaihi salatu wasallam, yuhibbukumullah, edhe Allahu ka me ju dashur juve. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dhe Allahu a fal juve mëkatet e juaja. Pastaj Allahu xhallahu ala thot në Kur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju shembullin më të mirë për tëra që ju duhet në rrugtimin ka Allahu xhallahu xhelalu për jetën e juaj, e gjeni tek i dërguari Allahu xhallahu ala, tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj të dërguar shikues, ne duhet shumë të jemi të përkushtuar në këtë aspekt që të njihemi në detaje me tëra që ka të bëjë me udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, adhurimet e tij, veçanërisht për situata sikurse muaji Ramazan. Si agjeronte pejgamberi alayhi salatu wasallam, çfarë thonte ai për agjerimin e shumë të tjera që kanë të bëjnë me këtë çështje. Prandaj kur flasim ne për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në aspektin e Ramazanit, ne flasim për një njeri që nuk mund ta kuptojmë ne realisht Ramazanin, as nuk mund ta shfrytëzojmë Ramazanin, as nuk mund të planifikojmë për një shfrytëzim të duhur Ramazanit apo ta organizojmë Ramazanin si duhet pa u konsultuar me mësimet dhe shembullin e jetës së Muhamedit alayhi salatu wasalam. Nëse vazhdojmë tutje dhe shikojmë se a thu vallë si është i dërguar në Ramazan, këtu ka shumë detaje. Mirë po fillojmë me diçka shumë përgjithshme prapë. Si ishte Muhamedi në Ramazan? Pejgamberi gjithmonë ishte i zellshëm. E tërë jeta e tij ishte adhurim, përkushtim, zell i vazhdueshëm që të zbaton dhe të jetëson në praktik atë që kërkonte Zoti i tij prej tij. Pejgamberi ishte me të vërtetë
në shembull, ishte në pikën më të lartë të adhurimit ndaj Allahut te barekuhu teala. Askush nuk mund të adhuron Allahun xhallahu ala sikur e adhuron të ai, në kuptimin e sasisë edhe në kuptimin e cilësisë. Por ne duhet me ndjek rrugën e tij së paku në ato që kemi obligim. Prandaj, kështu ishte pejgamberi sa. Në Ramazan shtoje zotëmëria, shtoje përkushtimi. Andaj e para që e marrim ne nga jeta e pejgamberit është vlerësimi i muajit Ramazan. Pejgamberi e vlerësonte këtë muaj shumë. Dhe nga vlerësimi i këtij muaji e shton të zellin, e shton të aktivitetin, e shton të adhurimin, në mënyrë të veçantë, edhe në raport me Zotin xhallahu ala, po edhe në raport me njerëzit. Çka e veçante më shumë të këtë adhurim? Pse ata ishte përkushtuar në gjitha fushët e adhurimit, po çka e veçante më shumë? Po dyshim ajo që e veçante më shumë pejgamberit në Ramazan ishte lidhja e tij me Kur'anin. Lidhja e tij me Kur'anin. Sikur që është përmend në transmetimet të Aishës ibn Abbasit e kështu me radhë, se pejgamberi sa kishte kontakte dhe komunikim të veçantë me Xhibrilin në muajin Ramazan, të cilët i ia lexonte Kur'anin, apo dhe e dëgjonte nga Xhibrili një lloj përsëritje dhe ngulitje të Kur'anit edhe në kuptimin e përmendsh, po edhe në kuptimin e njohjes së kuptimeve që i mëson të Allahu pejgamberit, ai pastaj të mëson neve. Dhe kishte një pejgamberi me Xhibrilin takoi çdo ditë gati që ai ia të Kur'anin. Mirë, po në Ramazan kemi një takim të posaçëm, një lloj e thon tadarus, një lloj mësimi interaktiv mes dy krijesave më të dashura të Allahut te barekuhu teala në qiellin tokë, Xhibrili dhe Muhamedi alayhi salatu wasallam. Ndaj një kujdes i veçantë për Kur'anin në Ramazan është i kërkuar, të nderuar shikues. Një lidhje më e veçantë me Kur'anin, edhe në aspektin e leximit, po në aspektin e kuptimit, të lexojmë edhe në gjuhën që kuptojmë, në gjuhën shqipe. Apo në çfarëdo gjuhë që njëri ka gjuhë amtare. Lexon për të kuptuar çka ka thënë Zoti. Nëse nuk ka mundësi me e kry komplet Kur'anin në Ramazan, në gjuhën e tij, spaku me e lexu për shembull surën Fatiha dhe gjuzin e fundit 30 apo surën Bakara, apo të çka më përzgjedh me lexu çka thot Zoti xhalla xhelalu, çka kërkon Allahu, çka ka në Kur'an. Në disa ajete mundon me meditu, çish me meditu. Jo me bë komente dhe analizat Kur'an, jo se këtë nuk e dim, pa njohuri paraprake. Mirë po, Zoti xhalla wala tregon se ka dhënë begati. Ndalu dhe medito çfarë begati Allahu të ka. Begatia më madhe është jeta që Allahu të ka, shëndeti që të ka Allahu xhalla xhelalu. Po edhe se ki problem me shëndet, ka do të thësh që kanë problem më shumë se ti në shëndet. Prap ka hapësirë me konsideru shëndetin begati, e pse mungon diçka prej tij. Familja begati të ka Allahu xhallahu ala. E pastaj pyetesh, ndërpar me gjitha këto begati që shumë nga ato nuk i diun, ku është falërimi? Si le jam raport me këto begati? Mirënjohja ndaj Allahut te barekuhu teala. Kjo është një meditim i mrekullueshëm që mund ta bëjë çdo kush, se çdo kush e din çka i ka dhënë Zoti te barekuhu teala. Lezëm për xhenetin, ku jeti me këtë xhenet? A synon te këtë xhenet? A ki prioritet këtë xhenet? Lezëm për xhenemin, thosh, shikoj, ky është realitet, nuk është imagjinat, nuk është iluzion. Çfarë kanë ndërmarrë me shpëtu nga zjarmi i xhenemit? Çfarë ka me të penguar nesër me shkon në xhenem? Çfarë? Është besimi në Allah. Okej, ti e din, po s'paku ndalu medita. Ndalu medita. Lezëm në Kur'an për shembull aty raste kur Allahu xhallahu ala çorton njerëz caktuar, madje i mallkon për shkak se janë keqbërës, janë zullumçar, janë të dëmshëm për shoqërinë. Thosh edhe të nëna vet, mos fal dikujt i kom bë dëm, mos e kam lëndu dikon unë, mos kam qenë i keq me dikon, ti kërkoj halal. E kështu me radhë. Ky është një farë qasje interaktive, një lloj komunikimi, një qasje private, ti dhe fjala e Allahut azza wa jall, ti dhe Kur'ani. Qase pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte një qasje më të veçantë, më ndryshe ndaj Kur'anit për dallim nga muajt e tjerë jashtë muajit Ramazan. E na duhet të pas kështu. Ne këtë marrim me rëndësi nga jeta e pejgamberit alayhi sallam në Ramazan. Agjerimi, si agjeronte pejgamberi alayhi sallam? Agjeronte si mas mire, ngritën e syfër.
dhe na udhëzon që të hajmë bukë në syfër. Nëse nuk kemi mundësi, spaku një hurme, spaku një glënk ujë. Por ka thonë pejgamberi të saharu, hani syfër, nga se syfër ka bereqet. Ka bereqet. Zgjau ble spaku pak minuta para syfyrit. Prishe pak. Prit pak. Fale saban, pastaj vazhdo flaj. Nëse ka hapësirë me flajt ose ki më shku më herët në punë, ti e din, po spaku çon syfër. Nëse pejgamberi nga udhëzimi i tij në Ramazan është se ai zgjohej në syfër. Dhe na rekomandonte në vazhdimsi që të kemi kujdes për syfyrin. Pastaj vazhdon të ditën, falte saban, përmend të Allahun gjatë pas sabat, dhikri ishte ai që e karakterizon të agjërimin e pejgamberit alayhi sallam. E përmend të Allahun shumë, dhe agjëruesit dhe përmendja e Allahut janë një kombinim fenomenal, janë realisht një funksionim i zakonshëm normal i një agjërimi të duhur dhe cilësor. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi alayhi sallam, men lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada at-ta'ama wa sharaba. Ai që nuk e braktis punën e keqe, fjalët e dyta, fjalët e këqija, nuk i braktis. Allahu te baraka o teala nuk ka kërkuar nga një agjërim vetëm për të braktis ushqimin dhe pijen. Allahu ka kërkuar një agjërim ku ti braktis fjalën e keqe, fjalën që lëndon të tjerët, fjalën që shqetëson të tjerët. E ka ndaluar Allahu xhalla wala këtë agjërim me këtë çështje. Andaj me çka do të më angazhohen? Jo me krijesa, jo duke vol keq për ta, jo duke përgoju, duke bardh fjalë, mos u marr me njerëz. Merr me Zotin ton. Përmend Allahun te barekuhu teala. Sikurse e përmendte në vazhdimsi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërtoje agjërimin tënd mbi një përmendje të shpesht ndaj Allahut te barekuhu teala. Përmend Allahun shumë. Këse përmendja Allahut është e lehtë të ndrosh shikues. Nuk kërkon për shembull mu kthy ka kibla me shku në xhami, mu nal, jo, mu duke ec, duke punu, duke përgatit ushqimin e nderuara nën, motër e kështu me radhë në shtëpi. Allahu na përmend. E lehtë shumë. Nuk duhet abdes, nuk duhet me koni kthym ka kibla. Madje gratë shtëpi që janë nuk duhet me qenë shamin, me bë dhikr, me thon subhanallah, elhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, s'ka me pas shamin. Në çat gjendje që je me teshat shtëpisë rëndëmta, përmend Allahun te barekuhu teala. Prandaj na duhet një agjërim si pejgamberi, e pejgamberi agjëronte duke e përmendur Allahun shpesh. Kujdese për namazin. Madje kjo nuk është përmend në transmetime, për faktin se është e njohur. Pejgamberi asum kishte me të vërtetë një çështje të veçantë për namazin. Ishte i mishruar me namazin shumë. Qase namazi konsiderohet një komunikim i veçantë mes robit dhe Zotit të tij. Është një lidhje specifike. Sala nga kuptimet e ka dhe sila, lidhje me Allahun te barekuhu teala. Është lidhje. Nuk i mundësi të jesh i lidhur me Allahun xhallahu në asnjë mënyrë apo kohë apo situatë sikur kjo ndodh në namaz. Atë i pejgamberi i përkushtoi me tërësi namazit në kuptimin e përulës në Allahut, përjetimit të namazit, përulshmërisë, koncentrimit e shumë të tjerave. Prandaj kujdesu për namaz gjithmonë, veçanërisht në Ramazan. Veçanërisht në Ramazan. Mos e ndaj vllahun për vllahut, mos e ndaj motrën për motrës. Kë pi kujt po flas. Mos e ndaj agjërimin nga namazi, mos i ndaj më. I ka bëu Allahu bashk. Pse po i ndan? Mos i ndaj. Agjëra dhe falu, pa problem. Pse agjërimi është obligim në veti, namazi është obligim në veti. Ti agjëra. Po çdo agjërimin. Mos e bë peng me namazin kuptim, me thonë që s'po falën as nuk pa agjëra. Jo, agjërati. Po pse s'po falësh? Falu më. S'pa ku Ramazan falu. E gjithë mund të më falë, po agjëru shumë. Tjetër ambient, tjetër situatë, që ka mbyllën dytë e xhenemit, hapën dytë e xhenetit, pranguesen shejtant, një mëshirë e Allahut e veçantë zbret, një falje e madhe ofrohet, një mirësi e Allahut fryn në vazhdimsi si puhiza e pranverës që qetëson shpirtin e të kënaq. Ku je përballë saj? Falu. Ta agjëra. Se kjo është komunim më mirë i mundshëm. Kështu ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në muajin e Ramazan. Me përmend Allahun, me fal namazin, një agjërim cilësor që realisht tregon për kushtimin e besimtarit ndaj Zotit të tij, tregon edukatën e tij. Raport me Zotin fillimisht,
pastaj edhe me njerëzit, edukata e mirë, sjellja e mirë, pamirësia ndaj njerëzve. Gjitha këto e karakterizonin agjerimin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Nuk e rënë të familjen, ishte i kujdesshëm për familjen e tij. Në iftar, në syfër, në sjellje, në fjalë, në zgjim për ibadet, nuk i lënë të rahat, ngritu një faluni. Se ko është për të falë, ko është për të shfrytzuar tash të momente. Madje edhe kur hyndën i itikaf, nuk e harron të familjen. Shkoj itikaf është një mbyllje, një izolim i besimtarit. Megjithatë, domthon ndodhte që në situata të caktuara, për nevoja të caktuara, të komunikonte me Aishën, pastaj me Safijen, gruan e tij, e kështu me radhë. Nuk izoloi tërësisht. Por ku paskua gjente ku edhe për familjen, e pse ishte në itikaf. Nëse ne ku jemi këtë çështje. Njerëzit habiten në Ramazan, habiten, harrojnë familjen, harrojnë të afërmit, ta shokuam me qenë bashkë, ta shokuam me i largu barierat, ta shokuam me largu pengesat, me largu ngatresat. Nëse nuk na pajton Ramazani, kush ka më na pajtu? Nëse në Ramazan nuk gjejmë forcë që të kërkojmë falje, apo t'ja falim atyre që kërkojnë falje, e kur këna me gjithë këtë forcë? Gjitha këto i ka Ramazanit të ndëruar shikues. Gjitha këto na mësonte dhe para se ta mësonte i bënte vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga udhëzimet e pejgamberit në Ramazan është bujaria. Ishte shumë bujar, shumë dordhënës. Sikur thot Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ibn Abbas i thot, i dërguari alayhi salam ishte gjithmonë bujar, besimtarët gjithmonë i mirë. I po thot, bujaria e tij shtohej në mënyrë marrëmendse kur ishte në Ramazan, kur e takonte Xhibrilin. Domthon, me Xhibrilin lexonte Kur'an. Kur'ani ndikon atë pejgamberi ndikon në përmirësimin e gjendjes. Ndaj na lexojmë Kur'an, dëgjojmë Kur'an, folëm teravi, prap dëgjojmë Kur'an. Çka thot Kur'ani? Që të bëjmë të mirë. Prandaj jemi në pajtim të vazhdueshëm, përmirësim të vazhdueshëm, në ndërtim të vazhdueshëm të raportit me Allahun xhallahu ala, pastaj edhe me njëri tjetrin, veçanërisht me familjarët. Veçanërisht me familjarët. Të pajtohemi, të afrohemi, të largojmë ngarkesat, ngatresat e panevojshme me fqinjet tonë, me dashamiret, me shokët, me miqt, me xhamatin xhami, me njerëzit e qytetit tonë kështu me radhë, që të mbretënon një situatë më të vërtetë e veçantë në Ramazan. Sikur se të na alhamdulillah vret se ka Ramazan, po ne po dëshirojmë që t'ia shtojmë këtë madhësi Ramazanit edhe më tepër, duke reflektuar në raport me njëri tjetrin. Atë ishte bujar pejgamberi sa. Bënu bujar, bënu solidar, ndihmon Ramazan, shtroj iftar. Sa të ke mundësi, nuk është e thush, nuk është domethënë e kërkuar që kush e di çfarë restorani, kush çfarë ushqimi, jo. Pra mundësive. Por mos e ha iftarin vet. Po mos e ha, domethënë, madje syfyrin vet me familje bashk te sofra, jo ndaras. Munoni spaku në këto kohra tini bashk në këto kohra të begata. Vizito të afërmit, thri të afërmit, mu i bekuar, mu i shenjt, kështu ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndihmo fukarat, ndihmo jetimët, ndihmo projekte caktuara. Ndihmo në qytetin tonë Bashkia Islame ka projekte, ka kërkesa, ndihmoje Këshillin e Bashkisë Islame ku i atje. Se ti falësh në xhami dikun. Po nëse Bajramin ku kemi fal? Taravit ku kemi fal? Që këto kanë kërkesat e veta. Padyshim që menaxhohen nga ana e këshillave të Bashkisë Islame anë ban Kosovës. Ndihmo, kontribuo për medresen, për fakultetin, ndihmo. Ka mundësi shumë tani me ndihmu. Veçanërisht në muajin Ramazan. Mundohet që ti jesh më drejt bujar. Pra mundësive, nuk po them që ta dëmtosh vetën larg saj të anashosh obligimet që i ki bazike, prioritetet jo kështu. Po gjejmë nëse dojmë që të ndihmojnë gjitha këto fusha. Nëse lexojmë për jetën e pejgamberit në Ramazan, çka gjejmë ende të ndërruar shikues? Gjejmë edhe një gatishmëri të madhe për sakrificë dhe një, domethënë, aktivitet të palodhshëm të pejgamberit asam në Ramazan. Njerëz që në Ramazan, për shembull, hiqen nga shumë punë, angazhime të caktuara,
Po këto mirë është nëse është për shkak të adhurimit e kështu me radhë, i shtyjmë mas Ramazanit nuk prish punë. Po flajnë gjatë, për shembull, lodhen shpejt, nuk kanë elan që me shtu pak më tepër adhurimin në Ramazan, pse jam lodh. E pejgamberi sa ma lodhi. Të ndryshëruas, dy ngjarjet nga më të mëdha në historinë e pejgamberit alayhis ka ndodhur Ramazan. Lufta e Bedrit ka ndodhur Ramazan. Dhe çlirimi i Mekës. Mekka është çliruar të ndëruar shikues. Mekja është çliruar nga Kurajsh pas sa viteve betejë, lufta, persekutime këtu më radh, është çliruar në muajin Ramazan. Muajin Ramazan. E pas pejgamberit sa pastaj musliman në Ramazan, sa çlirimi, sa betejë, sa angazhimi, sa sakrifica, dha xherush. Ndaj të ndëruar shikues, Ramazan nuk është muaj i dembelis, muaj i gjumit, muaj i lodhjes, raskapitjes, jo, është muaj i zellit, aktivitetit, angazhimit, kontributit, sakrificës, përkushtimit, gjitha këto nga se trupi lodhet, po shpirti aktivizohet. Shpirti e gjen forcën në agjerim, shpirti fuqizohet në agjerim, e njeriu realisht është me shpirt, jo me trup. Me shpirt është realiteti njeriut. Kur shpirti është i fortë, zemra e qëndrueshme, njeri pastaj ec, lëviz, pa të lashe. Ndaj, aja që ka marrim nga jeta e pejgamberit është një zëllshmëri e rrallë sinqerisht, një mund marramendës në fusha të ndryshme të jetës, madje edhe në luftë ishte i gatshëm dhe shkonte edhe pse ishte Ramazan. Kështu që gjitha këto mësime të rëndësishme për neve të ndëruar shikues. Në 10 ditë fundit hyn në itikaf, një izolim i shtuar i adhurimit. Allahu na përmendte vazhdimisht, dhe në fund sadaka të fitrin e japte pejgamberi sa si pastrim për agjerimin dhe ushqim për fukaran që ditë bajramit të dalin të gjithë të gëzuar, të lumtur e kështu me radhë. Ka shumë që ka të thuat për domethënë udhëzimet e pejgamberit alayhis salam në Ramazan, por unë i përmbledha në këto të ndëruar shikues, që besoj se mund të jenë një frymëzim i rëndësishëm, një udhëzim i domosdoshëm dhe funksional e praktik që ne ta organizojmë si duhet Ramazanin këtë vit për ta bërë një Ramazan më të veçantë dhe më produktiv se që ka qenë në vitet e kaluara. Dhe kështu duhet të jetë shikuar. Ne çdo Ramazan duhet të jemi më të mirë, të ecim më përpara e më përpara. Të jemi gjithmonë në ngritje. Dhe aktiviteti kryesor në Ramazan të jetë falja e mëkateve. Të kërkojmë nga Allahu pendim. Të kërkojmë nga Allahu të na i falë mëkatet, duhet përmes pendimit, përmes kërkim faljes. O Allah na fal. O Allah na përmirëso gjendjen. O Allah na largo hidhrimin tënd nga ne. Na mundso Allah që ti jesh i kënaqur me neve. Që ne me veprat tona, me fjalët tona të arrijmë kënaqësinë tënde. Përshimet eventuale, gabimet tona, o Allah na fal. Pendohu. Ti din mëkatet e tua, vallahi, ti din shimet e tua, ti din ku ke defektin, ti din më së miri. Andaj, ti dhe Zoti veç. Alhamdulillah në Islam nuk ka nevojë me shku me rrufyt e hoxha, me kërku pe ti çaj me ta fal. Jo. Asa Allah tha, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa Allah. Veç Allah i fal gjunat. Askush nuk fal gjunat pas Allahut. Nuk e ka këtë kompetencë askush në dorën e tij, përveç Allahut xhalla xhelaluhu. Andaj kërko falje tek Allah. Pendohu. Tash planifiko çka kimë ndryshuar në Ramazan. Cilën mëkat kimë lën. Ky Ramazan çfarë mëkati ka marrë me vete për ta hudh nga jeta jote. Edhe për të dalë nga Ramazani, më të lehtë nga bara mëkateve e më të rëndë në kuptimin e shpërblimit dhe punëve të mira. Allahu na përmirësof gjendjen tonë, Allahu na dhashtë shëndet edhe na mundsof me prit këtë Ramazan, ashtu sikur është Allahu i kënaqur. Na mundsof të Allah që të kemi me të vërtet ambicie, vullnet, aktiv që ta shprehim në këtë Ramazan përmes një zellshmërie të rrallë në adhurimin, për kushtim, në raport me Allahun xhallahu ala, por edhe në raport me njëri tjetrin, të pajtohemi, të afrohemi, të ulim zërat, të ulim tensionet, të
të kujdesni për komunikimin, të përzgjedhim fjalorin e dur, një elegancë e komunikimit në raport me njëri tjetrin. Kujdesni për fjalët e juaja. Kujdesuni nga se një fjalë mund ta lëndon dikon shumë, mund ta rëndon dikon shumë. Ndoshta ti s'ja vendon veshin, nuk i kushton vëmendje, por për dikë mund të jetë shumë e rëndë. Prandaj përzgjedhni fjalët, përzgjedhni shprehjet, përzgjedhni veprat që me të vërtetë të jemi në gjendje të veçantë në Ramazan për të shprehur Allahut falërimin për këtë mirësi, por edhe ndaj vetvetes për kushtimin që të shfrytëzojmë këtë mundësi ideale për të pasuar nga mëkatet, për të shkarkuar nga bara e rëndë e mëkatimit dhe për të rënduar në aspektin e njohurive dhe punëve të mira. Unë juroj për këtë muaj të shenjtë Ramazanit, nësë Allahun xhalla xhelalu që Allahu i madhnuar t'ju jap shëndet, e bereqet, e rahati, e mirëqenie në familjet e juaja, po edhe në vendin ton dhe në mbar botën. Nësë Allahun që të na ruan nga çdo e keqe dhe fatkeqësi dhe nga çdo keqbërës dhe njerëz të ligë që punojnë kundër sigurisë tonë, që punojnë kundër rahatisë tonë, kundër mirëqenies tonë, kundër vendin tonë, kundër adhurimit, besimit dhe fesë tonë, kundër familjeve tona. Allahu xhallahu ala mbrojt nga sherri tyne dhe themi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu na mjafton kundër tyre dhe ai është miku më i mirë për neve si besimtar. Zoti ju të kodë që tjeni, paqe, shëndet, e bereqet, e sukses, e mirësi dhe rahati në familjet e juaja dhe kudo që tjeni. Miru të kofshim pas muajit Ramazan. Insha Allah me lejen e Allahut mënduar. Deri atëherë, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.